Si theme të pyetja. Po, është mas 25 vjetë, vjen. Po, Gjakomo si theme të pyetja. Veç pak. E atakon përqindjen më të madhe shqiptare, muslimane, kjo është e patë drejtë. Okej, po a theme të pyetja. Urna. Ani vëlla, domethënë musliman arab. arab. Lidh mu me shqiptarin katolik ose krishter ose protestant, nuk lidh me arabin musliman. Çka lidh me arabin musliman, nuk lidh me këtë pjesën tjetër. Pse? Se me arabin musliman më lidh namazi, bajrami, ramazani, kibla, haxhi. Shumë normale, sikur këta që i lidh popa, bibla, prifti. Mu më lidh me këta gjua, historia, vatani, interesi kontar. Po zotin, po ju pës burra e gra, vllazën e motra, a bin desh të dy sene. Veç ai që ka probleme paranojake në tru, munohet me fut fitne edhe provokime. Prandaj ne do të qëndrojmë dem babadem zbashku. Ky me kryq, unë me Zot, me Allah, ky me Jezu Krishtin, unë me Muhamedin a.s. Flasëm shqip, menojmë shqip edhe interesin ja bojnë akurbit. Kur që tjetër, absolutisht. A ki parasysh. Unë nuk qëna tash me ataku një vëlla temin Gjoku Ququ e ka lonë Ramazonin, ose ka lonë namazin, ose ka lonë islamin. Nuk qëna me ataku. Absolutisht. Mirë, po s'ka drejt edhe ai më qunë me thonë, katastrofë kjo, se kjo është nëzitje. Për shta drejton njerëzit e kanë bo këtë kërkesë ose prokuroria që kanë nisë këtë temë. Shtetin. Jo njerëzit, po shtetin. Këto nuk më mjaftë. Kjo është çështje e shtetit. Po drejtona mo, ti nuk i drejt, domethënë me mjaft se nuk di kujt drejt. Të lutem shumë. Askush nuk ka drejt me ataku askon nëse braktisni fe. Po shtu edhe këtë pjesën po që është tjetër, duke përfshirë. Ky që ka braktis, nuk ka drejt me ataku neve tjerë. Unë prapë po them. Pra pjesë nuk e di. Por atë që e din drejtar. E din. Por ato pjesë nuk e di. Pjesën që unë e di është kjo. Nuk ka absolutisht askush asnjë që ta me drejturin. Pse se ju jeni më afër me të krishterët se me musliman. Pse ata nuk po morën pjesë? Më afër me krishterët. Po më afër domethënë me fe. Me katolik e ki fjalën. Me katolik po. Pse po me krishterët? Pse domethënë ata po distancojnë? Realisht nuk po dalin domethënë me një qendrim tyre i peshvia me thonë burra. Je ka pyet njërin e gabum. Pse? Je ka pyet njërin e gabum për kishën katolike. Ti mundesh me pyet çka dush për kishën protestante, unë den sabat të shpjegoj. Okej, çeni pyetje tjetër drejtar. Çdo Krishtlindje që festohet në kishën katedrale, Radio Televizioni Publik i Kosovës, ku isha pjesë dhone, e transmeton live. Kryeministri i Republikës Kosovës, presidenti ja morrin pjesë. Dhe në fund të meshës, dalin ata që kanë qef, me vullnet, dhe konvertuan në katolik. Apo në domethënë fe tjetër. Katolik. Okej, katolik. Po ndodhe një gjë. Të transmetohet live folja e Bajramit, dhe të merr pjesë kryeministri i Republikës Kosovës. Gjithë transmetohen. Pyetjen te po. Lutem. Pyetjen se kur ta kryej pyetjen më shpejt. Po kryej. Po ndodhe një gjë në xhamia tuna dhe transmetohet live në Televizionin Publik Kosovës dhe të merr pjesë kryeministri Albin Kurti të folet Bajram. Dhe në fund të Bajramit të dalin ata domethënë që kanë nevojë me ndru feje prej katolik më bënë musliman, këtë bëhet kiameti burr. Neve na thonë ekstremista, neve na thonë vahabista, neve na thonë xhihadista. A nuk është kjo propagandë sipas teje? Ti ndoshta si ke pa transmetimet, se me siguri ke qenë xhami, si ke pa transmetimet e Bajramit. Po, transmetimet e Bajramit po na nuk i qesme tu konvertu aty çdo ditë. U konvertu filane, a është propagandë kjo? Pra po them, po duket që nuk i pas ke pa emisionet. Ka mediat janë të mbushura plot e përplot. Ne jemi plotësisht kundër konvertimeve publike. Hapur. Dakor? Jemi plotësisht kundër, nuk është gjast i mirë, nuk është gjast i mirë. Ki që vinë të kisha ju të konvertuën burra, s'është të thamë me miqit, a o që është? Kur nuk e qesin, që ku i ki? Që do thonë që i qeti? Po prandaj po thamë, dhe me thonë qëndrimi jonë, parimor është ky, ne nuk i transmetojmë dhe nuk duhet me i transmetu, sepse kjo është çështje krejtësisht private. Secili e ka të drejtën e tij për të mbajtur një fe ose për të mos mbajtur një fe. Çfarë për shembull kur ta voj Bajramin me thon Taliban njëri. Dhe nuk e bëjmë, dhe këto nuk e bëjmë. Ne nuk e transmetojmë, por ti duhet të dish kjo ndodh edhe në për xhami, edhe ndodh edhe në për kisha. Ma shumë në për kisha. Edhe në kishën për shembull në Deçat. E po më jo, e kishën këtu në Drenas, do të thonë çdo ditë për shembull një njeri, gjysmë njeri më konaj,
e qesën aty u konvertu. Jo, unë për gjysë njëri nuk kom pa. Po si ti sa po më kuptan, Deri tash- nuk është Pse më smiçi? po nuk është nevoja me qita sprifti as hoxha. Qa ka të Unë jam keqe? edhe kundra hoxhës që. Qa ka të keqe me qi? Shiko, Së më intereson me mu feja ju të burr. Së më intereson Po me dhe mu diçka se më feja. intereson feja këtina për shkak. Absolutisht. Atëherë s'ka. Ajo është diçka private. Qa ka qenë në Moderatorin Pse ndërrua. e thjerrni këtë sko emision se më këtë në hoxhin. Kjo po flet me tendencën. Jo, në po flas me Ja, të dhe foli valla shumë Nuk keq. Feja është diçka private, dita. TV. A pajtohesh? Zotin shkollë. Nuk tjetër. Pasha zotin të Se apo. nuk Nuk shko, ka për ty shko. ke frikë. moderator. Po kur nuk ka Moderatori pengull ndërrua. të shko? Nuk- Kur s'u ka pengull? Po çu Po gjithë ka pengull. Gjëre. Kush ma ka Ti bërë shko këto? luftë atje. A, kush Ti ma ka shko- bërë shko luftë shko. 147 O, xhallor o, të uniformum. Jën kontu që kës. Nuk kënë shku për fe. Nuk kënë shku për a në shku për fe. A në shku për fe. A ki parasysh? Po në gata. Po të vete a në shku për fe. A në shku për fe. A në shku për shahida. Ja më shku për antanonit e votë. Ja, Që më ata relaksion të Po votë. nevoj kjo me bo tendencë. Me ja. tendencë. Ty të ka mu shmenja mu bo gjënë. O pasha zotin mu nuk ma prish qefin. Bile, se ti kur se ka musliman? Po mu se më intereson Po ti kur aty. se ka musliman? Ku peteti si ka musliman? Ku peteti? A peshe? A peshe? Ky petika. Ky peti. Po pe di. Mos mos po, ata mund na pyetje më relaks. Ti më ti më Po, mos më pak edhe bedrinë. Pa një pyetje më. Noni pyetje për pse po mut. Ma ke se më thon njerëz e di. Shkruaj ti më thon ty Boni si. pyetje, Apo vjen, vjen ta relaksim. Apo vjen rri bashkë në xhami, drejt kallza. Stash di. Po na kreti pagujmë vetë qeveria, asni me ta lek nuk e morëm. Ha? Na asni me të lek prej qeverisë tonë nuk morëm. Lemet e lekë, rrim apo vjen shtrajt burr. Kush i pagun? Veç pak, ja, pyetjem ti po, më fal, mos më Çfarë ndërri. popull? Gjemoti. Pja po me 900 apre, me jena 2% Kosova. A jenë të bukë. Kush? Ti. Po alet vëshitër gjenazën një dhej. Vuqiter. Alet A vëshitër. vishe? I thot vuqiter, sërë që i thot. Po, anë vështëri. Vështëre. Po, Unë të bravo. rigoti. Okej, vështëri. Hey, jo mos sigur. Po më stat, hey, do të rrojmë emisionin, valla do të rrojmë. Ja lanë nonën mirë dhe nuk ja varrosin Kush qita. e ka varë? Jo, bashkësia islame nuk ja varrosin. Shqiptaria i ka bërë bashkësisë islame se prej suprimit autonomisë e deri kur janë themelu organet tona pas lirimit shqiptarisë Kosovës, krej tubimet, o ka dhënë veç Veç pak, hey, mos kopej se pyetja për bedrinë. Po Kej tubimet, a më qëtë fjali, ju Po, lutem. qëtë fjali edhe për Kej tubimet ju Ja, mojtë në s'u. xhami, mojtë në medrese. Prandaj nuk. Unë shtime në çmu bashkinë islame as Shebedre. Sadri. Po. Jo, do më përgjigj, ako mund si më Ja, përgjigj. unë po jem të fol shebedrin të dosh me vet. Shebedre. Çka doshte më thon? Unë deshta mi thonë hoqës edhe basën verë. Dëgjoni. Populli yt në Kosovë